Ky ushtar shkon për të porositur një vakt në Taco Bell, por ndalet me njerë kur digjon 2 djem pas tij. Një ushtar me uniform po qëndronte te banaku i Taco Bell, gati për të porositur vaktin e tij, kur u ndal me njerë. Ai dëgjoi çfarë po thoshin 2 djem të vegjël dhe kuptoi që duhet u drejtohej. Dërsa e bëri këtë, një klient tjetër nxori telefonin dhe filloi të regjistronte momentin që e latë dhe mira njerëz të tjerë të befasuar. Koloneli nën koloneli i ushtrisë amerikane Robert Risdom nuk kishte asnjë ide që po vëzhgoi, e aq më pak që po regjistroi, kur shkoi në Taco Bell në Mobile, Alabama, për të marrë darkë. Pa e ditur, kishte tërhequr vëmendjen e Jason Gibson, një burr që po ante i vetën. Të dy, Risdom dhe Gibson, vunë 2 djem të vegjël që po vraponin përreth të hyrjes së restorantit. Kur Risdom dëgjoi se çfarë po bënin djemt, donte t'u bënte një pyetje, dhe kjo pothuajse bëri Gibson të mbytej me burriton e tij. I tronditur, ai nxori telefonin dhe filloi të regjistronte. 2 djem të rinj, 9 dhe 13 vjeç, dukeshin se ishin lënë vetëm në atë restorant fast foodi, duke u përpjekur të shisnin në ëmbëlsira shtëpie për të mbledhur para për kishën e tyre lokale. Fatkeqësisht, kolonel nën kolonel Risdom nuk kishte para me vete. Mund të kishte refuzuar të kërkonte të dinte ku ishin prindërit e tyre, ose të bënte sikur nuk i pa, por nuk mund t'i injoronte fëmijët. Ai vuri re me njerë që djemt ishin të lagur, të ftohtë, dhe se po afronte darka. I pyeti nëse kishin ngrënë, ata nuk ishin. Ajo që ndodhi më pas u kap në kamera nga Gibson, i cili u prekaj shumë sa e postoi video në Facebook dhe i kërkoi të tjerë ta shpërndanin. Isha në Taco Bell sonte, kur 2 fëmijë hynë për të shitur ëmbëlsira dhe bëra në shtëpi. Dëgjova një ushtar që i pyeti nëse ishin të uritur dhe u tha të vinin me të te banaku. Ai do t'u blinte darkë. Duhet ta regjistroja dhe ta ndaja, shkroi Gibson. Me buzëqeshje të mëdha dhe zemra plot mirënjohje, djemt vallëzonin nga gëzimi teksa prisnin ushqimin. Përveç porosis, Risdom pati edhe një bisedë miqësore me ta. Ishte një pamje prekse. Gibson nuk ishte i vetmi që u ndje krenar për ata që i shërbejnë vendit. Videoja preku mira njerëz dhe u bë virale. Më shumë u mësua për këtë ushtar ero. Robert Risdom, një ranger si ushtrisë amerikane dhe baba i 2 fëmijëve, i stacionuar në Fort Benning, Georgia. T'i ndihmoja ishte një vendim i lehtë, ishte një reagim, ishin të ftohtë, të lagur dhe të uritur, ishin fëmijë të shkëlqyer, shumë të zgjedhshëm dhe të zgjuar. Tha ai, ishte minimumi që mund të bëja për 2 amerikanë të rinj. Ai shpjegoi se motivimi i tij vjen nga deklarata e misionit të Rangers. Besoi se mund ta përmbledh pse e bëra këtë me një resht nga kodi i Rangers, kur nuk do t'i zhgënjej shokët e mi të armëve. Duke i quajtur djemt shokë të armëve, shtoi, ishte detyra ime t'i ndihmoja. Përgëzimet për veprimin e tij shpërthyen në rrjetet sociale, por Risdom tha, jam pak i turpëruar dhe i përulur nga të gjitha këto lëvdata. Ai shtoi se nuk ka nevojë për to. Besoi se jetojmë në vendin më të mirë në botë me njerëzit më të mirë, dhe veprat e mira ndodhin çdo ditë. Gibson e përfundoi videon me fjalët, ushtarët tanë gjithmonë kujdesen për ne. I vogli tha, dua të bëhem si ti kur të rritem, dhe përshëndeti me dorë. Bota ka nevojë për më shumë njerëz si Robert Risdom, i cili do të mbahet mend jo vetëm nga ata 2 djem, por nga gjithë ata që pa në veprën e tij të mirë. Ai tregoi që ushtarët tanë janë njerëz të nderuar, gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë të tjerët, të mëdhenj ose të vegjël. Ushtarët tanë japin shumë, brenda dhe jashtë pushbetejës. Robert Risdom është dëshmi e kësaj, dhe ndonjëherë janë veprat më të vogla ato që bëjnë ndikimin më të madh në mënyra që nuk i kemi imagjinuar kur. Ai thjesht donte të ngopte 2 barkë të vegjël atë natë, por në fakt prekur zemrat e të gjithëve